Përhapja e inteligjencës artificiale gjithësisht ka shkaktuar një farë shqetësimi midis punëtorëve, edhe pse e ardhmja ndoshta nuk do të duket si ndonjë film fantastiko shkencor, distopian, për ne të vdekshmit e thjesht situata mund të jetë shumë e keqe, ndërsa inteligjenca artificiale përparon. Të paktën, sipas miliarderit Bill Gates, pretendohet se maniati i teknologjisë ka paralajmëruar se shumë punë thjesht do të vjetërsohen pasi teknologjia bëhet më e rrënjosur në shoqëri. Megjithatë, Gates është mjaft i sigurt se janë 3 profesione që inteligjenca artificiale do t'i lërë të qetë. Së pari, programuesit. Edhe pse inteligjenca artificiale mund të gjenerojë kod, në këtë pikë është larg të qenit perfekte, njerëzit do të duhet të monitorojnë inteligjencën artificiale, të rregullojnë gabimet dhe defektet dhe të dizajnojnë sistemet më të avancuara. Së dyti, ekspertët e energjisë. Gates ka përmendur se gjithashtu sektori i energjisë është shumë kompleks, që inteligjenca artificiale të menaxhohet realisht në këtë fazë. Sektorët e naftës, bërthamës dhe burimet e rinovueshme kërkojnë strategji dhe shumë me ekspertizë që industria të jetë plotësisht e automatizuar, ende do të nevojiten inxhinier, studiues dhe teknik për të menaxhuar infrastrukturën për të kuptuar sfidat e industrisë dhe inovacionit. Dhe së treti, biologët. Sa i përket biologëve, edhe pse inteligjenca artificiale mund të përdoret si një mjet në industrinë mjekësore, siç është tashmë, teknologjisë mungon kreativiteti i nevojshëm për zbulime shkencore. Kështu, ndërkohë, ekspertët ka të ngjarë të përdoren inteligjencën artificiale për të analizuar sasi të mëdha të dhënash dhe për të diagnostikuar sëmundjet. Gates ka pranuar se ai mund të ketë gabuar dhe se mënyra se si përdoret kjo teknologji ka të ngjarë të riformojë jetën e përditshme, njësoj si revolucioni industrial dhe interneti në të kaluarën. Dhe, nëse rastësisht inteligjenca artificiale nuk bëhet një gjë e përhershme, ne të gjithë do të jemi në gjendje të pretendojmë se e dinim se nuk do të funksiononte kurrë dhe se ishte thjesht një mod kalimtare.